Regjimi nazist u shfaq në Evropë në një periudhë krize politike, sociale dhe ekonomike dhe shndërroi Gjermaninë në një makinë të kontrollit totalitar. Në drejtimin e Adolf Hitlerit, Reichu i tretë kombinoi ideologjinë raciste, militarizmin dhe propagandën për të konsoliduar një fuqi që u shtri përtej kufive. Lufta e dytë botërore jo vetëm që soli përleshje luftarake të një shkale të papar, por edhe zbatimin sistematik të politikave të shfarosjes dhe shtypjes. Miliona njerëz u persekutuan për shkak të origjinës, fesë ose gjendjes së tyre, viktima të një aparati shtetëror që zhderoi dhunën në normë dhe mixorin në procedurë burokratike. Nazizmi tregoi deri ku mund të shkonte kombinimi i fanatizmit ideologjik dhe organizimit modern. Trashëgjimia e tij e menjëhershme ishte shkatërimi një pjese të madhe të Evropës dhe zbulimi një makinerie vdekjeje që vepronte në shumë nivele. Kampe përqendrimi, konfiskim pasurish, dobime masive dhe ekzekutime të planifikuara. Pas sipërfaqes ushtarake dhe politike mbeten të fshehura sekrete, gjurmë dhe objekte që, dekada më vonë, u ndeshfaqen në vende të ndryshme. Cilat kanë qenë disa nga ato gjurmë që, të fshehura për kaq shumë kohë, arritën të dalin në dritë dhe të zbulojnë dimensione të reja të atij regjimi? Ku format në ndryshimene e Göringut. Gjatë punimeve të gërmimit të kryera në dimër, brenda një ndërtese të vjetër të vendosur në kompleksin ushtarak të njohur si Strofula e Ujkut, një ekip vullnetarësh gjeti mbetje njerëzore nën dyshemen që i përkiste diku rezidencës së Hermann Göringut. Gjetja ndodhi pranë qytetit të Këtrigjin, në verilindje të Polonisë, brenda zonës pyjore ku funksiononte një nga qendrat komanduese më të mbrojtura të regjimit nazist gjatë luftës në frontin lindor. Kërkimi ishte pjesë e një aktiviteti arkeologjik të autorizuar ligjërisht, i drejtuar nga një fondacion me përvojë në gjetjen e objekteve historike. Përgjegjësi i gërmimit, duke hequr një shtrezë sipërfaqësore të tokës, besoi se kishte gjetur një tubacion metalik të vjetër. Pasi u pastrua zona, u konfirmua se ishte një kafkë njerëzore. Zbulimi aktivizoi protokolin e policisë, veçoi në një inspektim më të detajuar mjekoligjor të vendit. Autoritetet, duke vazhduar me heqjen e dheut, zbuluan 4 skelete të tjera të vendosura në një vijë të drejtë, të gjitha në thellësi të vogël. Mes mbetjeve u identifikuan 3 të rritur, një i mitur adoleshent dhe një i porsalindur. Asnjëri nuk kishte objekte personale apo shenja veshjesh. Kufomat ishin të paplota. 4 nga trupat nuk kishin fare gjymtyr në duar dhe këmbë. Njëri prej tyre ruante një pjesë të gishtave të këmbës. Kushtet e mjedisit tregonin se skeletet kishin qëndruar të varrosura pak centimetra larg tubacioneve të viteve 40. Hipoteza figjestare thot se këta persona u varrosën para okupimit të shtëpisë nga ana e komandës së lartë naziste, pasi nëse do të kishin qenë aty gjatë punimeve, do të ishin zbuluar nga punëtorët. Megjithatë, nuk ka shenja të dukshme dhune apo element përfundimtar për shkakun e vdekjes. Pasi u rikuperuan mbetjet, specialistët përgjegjës për analizën konfirmuan se ato ishin në një gjendje degradimi që pengonte marrjen e rezultateve të sakta për rrethanat e vdekjes. Ekipi mjekësor theksoi se kufomat mund t'i përkisnin periudhës ndërmjet 2 luftrave, e përfshirë ndërmjet vitit 1918 dhe vitit 1939. Për shkak të lashtësisë dhe mungesës së provave konkrete, hetimi gjyqësor u mbyll pasi nuk u gjetën shenja të krimit bashkohor. Disa ekspert dhe historian kanë dhënë teori të ndryshme mbi prejardhjen e mbetjeve. Një nga propozimet është që ato të jenë punëtor të detyruar të përdorur në ndërtimin e instalimeve ushtarake.
Një tjetër sugjeron se mund të kenë qenë viktima civile në duart e ushtrisë së kuqe gjatë avancimit të saj në vitin 1944, kur u raportuan veprime të dhunshme në rajon. Megjithatë, prania e një të porsalinduri mes trupave e komplikon këtë mundësi. Gjithashtu u morë në konsiderat ideja që varrimet t'i korespondojnë një familjeje të tërë të vdekur nga shkaqe të panjohura, doshta edhe para ndërtimit të vetë ndërtesës. Gjatë shqyrtimit të zonës, arkeologët gjetën disa fragmente belemitesh, fosile natyrore të pranishme në zonë. Këta element, me formë të zgjatur, konsideroheshin në kohët e lashta si hajmali ose gur, të lidhur me fenomenet mbinatyrshme, megjithse në këtë rast nuk u gjet ndonjë lloj tjetër objekti ritual. Përkundër kësaj, u ngritën spekulime mbi praktika të mundshme ezoterike, megjithse vetë studiuesit përjashtuan që të kishte prova të forta të ceremonive apo besimeve pagane në atë kontekst të veçantë. Strofla e ujkut u ndërtua në vitin 1940 si seli strategjike e komandës së lartë naziste për të koordinuar pushtimin e Evropës lindor. Gjatë funksionimit të saj, vendi strehoi figurat më të rëndësishme të regjimit, mes tyre Hitlerin, Göringun, Keitelin dhe Bormannin. Vendi përbëhej nga rreth 200 struktura, duke përfshirë bunkër të përforcuar, zona akomodimi, një central elektrik dhe një deg të vogël hekurudhore. Në pikun e saj, më shumë se 2000 persona operonin nga kjo qendër komandimi. Pas dështimit të tentativës për atentat në vitin 1944, i njohur si operacioni Valkiri, dhe kolapsit pasues të frontit lindor, trupat naziste shkatërruan një pjesë të kompleksit para tërheqjes së tyre. Për dekada, zona mbeti pa ndërhyrje të thellë arkeologjike, gjë që mund të shpjegoj shfaqjen e vonë të gjetjeve si kjo e mbetjeve njerëzore. Ekipi përgjegjës për zbulimin ka njoftuar se do të kryej studime shtesë si analizën e karbonit për të vlerësuar me saktësi më të madhe datën e vdekjes. Gjithashtu, parashikohet kryerja e provave më të avancuara që ndihmojnë në përcaktimin nëse 5 trupat ndanin lidhje familjare ose kontekste të përbashkëta. Për momentin, rrethanat e sakta të varrimit mbeten të hapura për interpretim, pa një përfundim përfundimtar mbi motivin e varrosjes apo lidhjen e tij me historinë ushtarake të vendit. Me këtë gjetje, strofula e ujkut shton një tjetër element enigmë në historinë e saj. Edhe pse sot vizitohet si vend historik, shumë zona nuk janë ekzaminuar thellësisht, dhe ky rast dëshmon se ende ekzistojnë element të së kaluarës të pazbuluar. Rasti i trupave pagjimtyr të gjetur në shtëpinë e vjetër të Göringut është deri më tani një nga më çorientuesit. Arme dhe relike naziste në një cati në Quilmes. Në nëntor të vitit 2024, autoritetet argentinase kryen një nga operacionet më tronditëse të dekadave të fundit kundër trashëgimisë klandestine të nazizmit në Amerikën Latine. Në një rezidencë të klasës së mesme në qytetin e Quilmes, në jug të rripit të gjerë metropolitane të Buenos Airesit, Policia Federale zbuloi një koleksion shqetësues. Më shumë se 6 vjet armë zjarri, pjesë propagande të Rajhut të Tretë dhe veshje ushtarake specifike të regjimit të Adolf Hitlerit. E gjithë kjo e ruajtur me përkushtim të hollësishëm nga një individ i vetëm, tani i arrestuar, i cili kishte vite që grumbullonte relike të një ideologjie të mundur në fushat e betejës, por jo plotësisht të shuar në koshe të caktuara të botës. Agentët arritën në shtëpi pas marrjes së një alarmi bashkëpunimi ndërkombëtar. Policia Federale e Bosnjë e Hercegovines kishte vënë në shënjestër subjektin pas kalimit të tij të fundit në Evropën lindore. Në hetimin e saj mbi rrjetet e ekstremizmit transnacional, emri i argentinasit doli i lidhur me shkëmbime të dyshimta të armatimeve historike. Ishte kjo gjurmë, e shtuar një urdhri gjyqësor,
ajo që lejoj hyrjen e forcave të sigurisë në pronë dhe zbulimin e një grupi elementesh, simbolizmi të cilave të i kalon penalen dhe prek ideologjiken. Inventari i konfiskuar është i gjerë. Ndër pjesët më të spikatura, janë 43 pushk të vjetra me mbishkrime të shqiponjës perandorake naziste, 15 pistoleta të kalibrave të ndryshëm, 5 tehe lufte të mprehura dhe një mitraloz i prodhimit evropian që, pavarësisht vjetërsisë së tij, ruante pjesë origjinale. Të gjitha armët ishin në gjendje funksionale ose të restauruara me saktësi, si kur të ishin gati për të ekspozuar ose përdorur. Megjithatë, përmbajtja e gjetjes nuk kufizohej në atë ushtarak. Gjithashtu u gjetën flamuj të Rajhu të Tretë, flamuj me zvastikën të qëndisur, skulptura që përfaqësonin diktatorin gjerman, kaska ushtarake me insigna origjinale dhe kostume të tëra të përdorimit ceremonial të ushtrisë naziste. Zheftatë, disa nga bustet e Hitlerit kishin shenja që dëshmonin ruajtjen e tyre si objekte kulti. Banesa funksiononte si një lloj faltoreje e fshehtë, ku bëhej homazh për një të kaluar që në pjesën më të madhe të botës sot është simboli barbarisë dhe gjenocidit. Për të garantuar trajtimin e dur të pjesëve, operacioni përfshiu pjesëmarrjen e Muzeut të Holokaustit të Buenos Airesit, ekspertët e të cilit dokumentuan materialin dhe bashkëpunuan në identifikimin e elementeve me vlerë të mundshme historike. Zheftatë, ndërhyrja u krye në mbështetjen e ligjit kombëtar kundër diskriminimit, një normativ që lejon konfiskimin e objekteve të lidhura me promovimin e ideologjive të urrejtjes. Lajmi gjeneroi një jehon të menjëhershme në opinionin publik argjentinas dhe ndërkombëtar. Historia e nazizmit në Argentinë nuk është e re, por çdo epizod i ri e riaktivizon atë me intensitet. Pas rëmijës së Rajhut të Tretë, figura të shumta të lidhura me makinerinë e shfarosjes arritën të largoheshin nga Evropa përmes rrugëve klandestine. Argentina, nën presidencën e Juan Domingo Perón, u bë një nga destinacionet e preferuara për këta të arratisur, të mbrojtur nga neutraliteti i paqartë i vendit gjatë luftës dhe nga rrjetet e simpatizantëve të brendshëm. Ndër emrat më të turpshëm është Adolf Eichmann, një nga arkitektët kryesor të zgjidhjes finale, i cili jetoi për vite me identitet të rem në Buenos Aires derisa u kap nga agentët e Mossadit në vitin 1960. Rasti i tij, megjithse emblematik, ishte vetëm një ndër dhjetra. Dokumentet e deklasifikuara dhe studimet si ato të Qendrës për Studime mbi Holokaustin në Amerikën Latine kanë detajuar se si vendi jugor funksionoi si stre dhe pikë riorganizimi për shumë ish zyrtar të regjimit nazist. Gjetja e fundit në Quilmes nuk përfaqëson një ngjarje të izoluar, por pjesë e një sekuence që ka përfshirë raste të ngjashme në dekadat e fundit. Më i kujtuari ndodhi në vitin 2017, kur në një shtëpi në lagjen Bekar u gjetën më shumë se 80 objekte origjinale të nazizmit, shumë prej tyre në gjendje të shkëlqyer dhe me vlerë tregu në qarqet klandestine të koleksionimit. Ndër artikujt ishin instrumente mjekësore të ngjashme me ato të përdorura në kampet e përqendrimit, një fakt që shkaktoi polemika të forta mediatike dhe dënim institucional. Në këtë rast, përveç ndikimit të armatimit, bie në sy sasia dhe organizimi i materialit të konfiskuar. Nuk bëhej fjalë për një çift relikesh të shpërndara të blera nga nostalgjia apo morbiditeti, por për një grup të sistematizuar, të ruajtur me kujdes dhe të ekspozuar në vitrina dhe rafte si pjesë e një diskursi vizual. Policia nuk përjashton mundësinë që i arrestuari të ishte i lidhur me rrjetet digjitale që promovojnë ideologji neonaziste, ose që funksiononte si furnizues për blerësit jashtë vendit, veçanërisht në Evropën lindor. Konteksti aktual global nuk ndihmon për të minimizuar këto frika. Në disa vende evropiane, ekstremizmi i djathtë është ringjallur me forcë, në disa raste me përfaqësim parlamentar.
Grupet organizuara I bëjnë homazh simboleve të nazizmit me diskurse revizioniste që kërkojnë të mohojnë holokaustin ose të justifikojnë veprimet e regjimit. Në atë skenar, gjetja argentinase kujton se lufta kundër këtyre rrymave nuk është vetëm një çështje evropiane, por një detyre përbashkët në nivel global. Autoritetet konfirmuan se armët do të ekzaminohen për të përjashtuar përdorimin e tyre në krime të kohëve të fundit, ndërsa objektet simbolike do të transferohen në institucione të specializuara për ruajtjen dhe analizën e tyre. Drejtësia duhet të përcaktojë nëse I akuzuari do të përballet me akuza për posedim të paligjishëm armësh, apo legji të krimit, ose shkelje të ligjit kundër diskriminimit, ndër akuzat të tjera të mundshme. Paralelisht, është riapur debati mbi nevojën për të kontrolluar me ashpërsi më të madhe tregun e zi të objekteve historike të lidhura me nazizmin. Edhe pse Argentina ka avancuar në legjislacionin në lidhje me këtë, lehtësia me të cilën individ të caktuar kanë akses në këtë lloj pjesësh, tregon se ende ekzistojnë boshëllëqe ligjore ose zona gri. Blerja dhe shitja e memorandumeve naziste, megjithse e ndaluar në shumë vende, vazhdon të jetë një aktivitet fitimprurës në kanale alternative, nga ankandet online deri te panairet e antikave. Episodi I Quilmes ka pasur edhe pasoja edukative. Kolegje dhe universitete të ndryshme kanë nisur fushata për të kujtuar kuptimin e vërtet të simboleve naziste dhe nevojën për të mbajtur gjallë kujtesën e holokaustit. Muzeu I Holokaustit ka përforcuar programet shkollorore dhe vizitat e tij të giduara, duke kujtuar se sa herë që shfaqet një simbol nazist jashtë një konteksti pedagogjik, hapet një derë drejt mohimit dhe banalizimit të tmerrit. Në fund të fundit, ajo që ndodhi nuk I referohet vetëm një operacioni policor, por një paralajmërimi historik. Nazizmi nuk mbijeton vetëm në libra, filma apo muze. Ai gjithashtu vazhdon të ekzistojë, I fshehur në garazhe periferike, në grupe bisedash të koduara, te koleksionistët e fiksuar dhe, ndonjëherë, në indiferencën e atyre që preferojnë të mos shohin. Bastisja në Quilmes zbuloi më shumë se armë dhe flamuj. Ekspozoi një plak të fshehtë që, nëse nuk trajtohet me vendosmëri, mund të infektojë përsëri kujtesën kolektive. L2Z, kapsula nëntokësore e plaqëkeqjes naziste. Gjatë muajve të fundit të luftës së dytë botërore, kur rajgju I tretë po fillonte të shpërbëhej, trupat aleate zbuluan një nga depozitat më të mëdha të artit të plaçkitur në Evropë. Gjetja ndodhi në zemër të Austrisë, brenda minierës së kripës së Altausse, një rjet I gjerë nëntoksor I gërmuar në mall që ofronte kushte ideale të temperaturës dhe lagështisë për të ruajtur objekte delikate. Atje, regjimi nazist kishte fshehur më shumë se 6500 vepra që vinin nga muzeume dhe koleksione private të vendeve të ndryshme. Piktura të Vermeerit, Rembrandtit, Jan van Eyckut, së bashku me skulptura mesjetare, tapete, mobilje fetare dhe biblioteka të plota, ishin ruajtur me kujdes nën tokë. Qëllimi I Hitlerit ishte të përdorte shumë nga këto pjesë për të krijuar një muze monumental në Linz, që do të simbolizonte hegemoninë kulturore të rajut. Megjithatë, me humbje në horizont, SS morën urdhra të drejtë për të shkatëruar të gjithë përmbajtjen e fshehtësirës para se ta dorëzonin. Ishte atëherë kur minatorët lokal, të informuar për kërcënimin, sabotuan instalimin e eksplozive brenda galerive. Fal ndërhyrjes së tyre, veprat mbetën të sigurta derisa aleatët arritën të hynin në vend në maj të vitit 1945. Vendovja nuk u zbulua menjëherë. Raportet dhe dokumentet e kapura I drejtuan forcat aleate fillimisht në vende të tjera më të vogla, kështjella dhe manastire të përdorura si depozita, por ishte në Altausse ku u gjet përqendrimi më I madh I objekteve artistike.
Hyrja në minier ishte pjesërisht e muruar dhe mezi e ruajtur nga ushtarët në tërheqje. Me të hyrë, ushtarët u ndeshën me korridore të tëra të mbushura me kutit e etiketuara, disa të hapura, që linin të shiheshin pëllhura të rrotulluara, korniza të arta, skulptura të mbështjella me batanije dhe dokumente të klasifikuara në mënyrë perfekte. Ndër pjesët e spikatura ishin një kopje me relieve darkës së fundit të Leonardo da Vinçit dhe skulptura e Virgjëreshës së Bruges e atribuar Michelangelos. Gjithashtu u shfaqën panelet origjinale të altarit të Gentit, si dhe materiale arkivore që u përkisnin institucioneve franceze dhe belgje. Pasuria dhe diversiteti i përmbajtjes i befasoi madje edhe ekspertët që shoqëronin misionin. Operacioni i rikuperimit ishte kompleks dhe zgjati për javë të tëra. Disa korridore ndodheshin disa kilometra larg hyrjes, gjë që detyroi përdorimin e trenave të minierës dhe makinerive të posaçme për të lëvizur ngarkesat më të rënda. Retablet, statujat dhe mobiljet duhet të çmontoheshin dhe paketoheshin pjesë-pjesë. Ndërkohë, një ekip i përbërë nga historian arti, restaurator dhe oficer ushtarak, të ashtu quajturit Monuments Men, morën përsipër të fotografonin, regjistronin dhe mbronin çdo pjesë me kritere teknike të rrepta. Ky grup, i krijuar me iniciativen aleate për të shpëtuar trashëgimin kulturore evropiane të plaçkitur, luajti një rol kyç në proces. Përveç katalogimit, ata vlerësuan gjendjen e ruajtjes së çdo objekti dhe filluan të organizojnë kthimin e tyre në vendet e origjinës. Dokumentacioni i rikuperuar në vend përfshinte inventar të detajuar, vlerësime të vlerës, harta të plaçkitjes dhe regjistra të prejardhjes, gjë që e lehtësoi shumë detyrën e kthimit. Në terma logjistik, operacioni ishte një sfidë e madhe. Kushtet nëntoksore kërkonin kujdes ekstrem për të shmangur dëmtimin e veprave. Disa objekte, pavarësisht se ishin ruajtur mirë, shfaqnin shenja të lehta dëmtimi për shkak të kalimit të kohës. Gjithsesi, bilanci ishte i shkëlqyer. Shumica e pjesëve ruheshin në gjendje optimale, fal mbrojtjes natyrore që ofronte miniera. Me kalimin e kohës, zbulimi i Altauze u zhderua në një simbol të suksesit të misionit të rikuperimit kulturor të ndërmarrë nga aleatët. Sasia dhe vlera e veprave të shpëtuara te i kaluan çdo parashikim filestar dhe nxorën në pa shkallën sistematike të plaçkitjes naziste. Ky episod zbuloi gjithashtu shkallën e planifikimit që qëndronte pas vjedhjes, si dhe qëllimin politik për të përdorur artin si mjet propagande ideologjike. Dekada më vonë, vendi u përshtat për vizita të gjuiduara. Një pjesë e minierës ruhet si muze tematik, ku rikrijohen skenat të zbulimit dhe shpjegohen strategjitë e përdorura si për fshehjen, ashtu edhe për shpëtimin e veprave. Dokumentar, libra dhe filma e kanë trajtuar këtë episod, megjithse dëshmia e protagonistëve, nga minatorët te specialistët e artit, mbetet burimi më i vlefshëm për të kuptuar atë që ndodhi atje. Më shumë se 70 vjet pas zbulimit, rasti i Altauze vazhdon të jetë një nga shembujt më të qartë se si trashëgimia kulturore evropiane ishte në rrezik gjatë konfliktit. Gjithashtu dëshmon se si një kombinim i vullnetit civil, njohurive teknike dhe veprimit ushtarak arriti të ruajë një pjesë thelbësore të historisë artistike të perëndimit. Qyteti nëntokësor i papafunduar i SS-ve. Në zemër të maleve Aul në jugperëndim të Polonisë, gjendet një nga sistemet nëntokësore më enigmatike të periudhës naziste. Në një sipërfaqe pyjore që sot duket e parëndësishme, shtrihet një rrjet i gjerë tunelesh të papërfunduara, që për dekada ka ushqyer teori, gërmime të pa autorizuara dhe misione zyrtare pas zgjidhje përfundimtare. Kompleksi i njohur si Projekti Rize, Gjigandi,
filloi në vitin 1943 me urdhër të SS-ve, dhe që atëherë ka mbetur i mbështjell me fshehtësi. Ndryshe nga bunkerët ose bazat ushtarake konvencionale, këtyre strukturave u mungon qëllimi i konfirmuar. Madhësia, thelësia dhe karakteristikat e tyre tregojnë se ato u projektuan për diçka shumë më ambicioze se sa strehime të thjeshta. Gjëja më çorientuese është se gjetja, megjithse e pjeshme, vazhdon të zgjerohet me kalimin e kohës. Indikacionet e para serioze të projektit u shfaqën pas pushtimit sovjetik të Silezisë së Poshtme në vitin 1945. Ushtarët e ushtrisë së kuqe që patrullonin rreth Vlodarc dhe Osufka filluan të raportojnë tunele të gdhendura në shkëmb, hyrje të kamufluara dhe hyrje të bllokuara nga rrëzime të kontrolluara. Në disa raste, galerit shfaqeshin të lidhura me shtëpi rurale të braktisura ose me ferma me pamje të padëmshme. Me kalimin e kohës, autoritetet lokale u përpoqën të vullosnin hyrjet për arsye sigurie, por rrjedha e vazhdueshme e eksploratorëve, arkeologëve dhe gjuetarëve të Thesarit pengoi izolimin e tyre të plot. Gjetja më e rëndësishme ishte një grup tunelesh të armuara me beton me hyrje simetrike, dysheme të përforcuara dhe kanale ventilimi, të gjitha të ndërtuara në shkallë të madhe. Nuk ishin miniera apo strehime të thjeshta. Gjithçka tregonte se ishte një instalim i menduar për një funksion kompleks dhe të zgjatur. Dizajni i galerive ngre ende sot pyetje pa përgjigje. Disa shtrihen në vijë të drejtë për më shumë se 1 kilometër, me ndarje të rregullta, dhoma ansore dhe tavane mjaft të larta për të lejuar kalimin e automjeteve. Në segmente të tjera, puna shfaqet e braktisur papritur, me mjete të lëna në vend, mure gjysmë të përforcuara dhe shkallë betoni që zbresin në nivele më të ulta të përmbutura. Modeli sugjeron një punë të ndërprerë në mes të ekzekutimit dhe në mënyrë urgjente. Pavarësisht dekadave të kaluara, betoni mbetet i paprekur dhe kalimet vazhdojnë të jenë të qëndrueshme. Gjithçka tregon se projekti u ndërtua me një standard teknik jashtëzakonisht të lartë për një mjedis kaq të largët. Arkivat e kapura pas luftës nga forcat sovjetike dhe më pas nga qeveria polake konfirmojnë se projekti Rize ishte pjesë e një iniciative sekrete të SSV me lidhje të drejt për drejta me Kancelarinë e Rajhut. Megjithatë, dokumentet në dispozicion bëjnë referencë vetëm në faza logjistike, vëllime betoni, caktim të fuqisë punëtore dhe data ekzekutimi. Në asnjë rast nuk përmendet funksioni përfundimtar i kompleksit. Paralelisht është konfirmuar pjesëmarrja e drejt për drejt e organizatës TOT, përgjegjëse për infrastrukturën strategjike naziste dhe e departamentit të ndërtimit të SS-ve. Tret ishin mungesa e planeve të plota, objektivave të deklaruara apo raporteve përfundimtare, forconi den se ajo që po ndërtohej atje kishte një rëndësi të jashtëzakonshme dhe ishte destinuar të fshihej edhe nga regjistrate brendshëm. Një nga aspektet më shqetësuese të gjetjes lidhet me fuqinë punëtore të përdorur në ndërtimin e tij. Tunelet u gërmuan nga të burgozurit e kampeve të përqendrimit, veçanërisht të kampit të Gros Rozenit. Dëshmitë të mbijetuarve të mblezura dekada më vonë përmendin kushte brutale, turne pune më shumë se 16 orë, mungesë ushqimi të përshtatshëm dhe përdorim sistematik të dënimit fizik. Punëtorët transportoheshin natën, strehoheshin në kazerma të përkohshme në vëzhgjim të vazhdueshëm dhe asnjëherë nuk u lejoi të dilnin nga perimetri i projektit. Trupat e shumë prej tyre të vdekur nga rraskapitja, sëmundjet ose aksidentet, u varrozën në gropa anonime afër, ose u vulozën në vetë tunelet. Gjetja e mbetjeve kockore në kalimet e shembura e forcon këtë version. Hipoteza se ishte një fabrik nëntoksore e armatimit të avancuar është debatuar gjerësisht. Rajoni i Silezis ishte i lidhur mirë dhe kishte bulime teknike për të mbështetur një prodhim ushtarak të decentralizuar.
Disa teori sugjerojnë se në këto tunele planifikohej të montoheshin motor raketash, prototipe avionësh, apo edhe armë bërthamore. Megjithatë, deri më tani nuk janë gjetur mbetje të makinerive, depozita teknike ose mbetje kimike që konfirmojnë këtë version. Hamendje të tjera propozojnë se ishte një qendër komandimi alternative për Hitlerin dhe udhëheqjen e Reichut, një lloj selie vetëmbajtëse për të vazhduar luftën nga hijet. Kjo linjë interpretimi bazohet në dimenzionin monumental të dhomave të caktuara, të cilat duket se janë projektuar për të strehuar zyra, salla takimesh dhe komunikime. Gjetja më e çuditshme ndodhi në galerinë e Osuvka në vitin 2011, kur një ekip polak zbuloi një ambient të fshehur pas një muri artificial. Atje u gjetën uniforma të paprekura të SS-ve, harta tunelesh të pakataloguara dhe objekte me karakter ceremonial, duke përfshirë flamuj të qëndisur dhe një kopje të librit të Himmlerit mbi historinë gjermanike. Ambienti, i vullosur me saktësi milimetrike, dukej si një faltore simbolike ose një dhomë kontrolli. Pavarësisht analizave të kryera, nuk u gjet asnjë dokument teknik apo referencë qartë për funksionin operativ të vendit. Që atëherë, kjo gjetje konsiderohet si një nga elementet më të pashpjegueshëm të gjithë kompleksit dhe u katalogua nga autoritetet si trashëgjimi e mbrojtur, megjithse e kufizuar për publikun. Disa përpjekje për eksplorim profesional janë ndërprer nga shembje, depërtim uji ose shfaqje gazesh. Në raste të tjera, studimet janë penguar nga lëvizjet e tokës që ndryshuan galeritë origjinale. Disa ekspert besojnë se shumë seksione të projektit Rize vazhdojnë të jenë të pa eksploruara dhe se mund të jenë të vullosura pas detonimeve të kontrolluara të kryera nga vetë SS në ditët e fundit të luftës. Kjo teori bazohet në shpërthime të dokumentuara nga sovjetikët në prill të vitit 1945, të regjistruara në malet Oul, pa një origjinë ushtarake të dukshme. Ndërsa disa tunele janë përshtatur për turizmin historik, pjesa më e madhe e sistemit mbetet e paarritshme. Mungesa e regjistrave, e shtuar kompleksitetit teknik të kompleksit, ka ushqyer spekulime për dekada. Studiues të pavarur kanë ngritur hipoteza që variojnë nga eksperimentet me energji të avancuar deri te platforma transporti ultrasekrete. Megjithatë, asnjëra nga këto ide nuk është vërtetuar nga gjetjet materiale. E vërteta është se ndryshe nga projektet e tjera nëntoksore naziste, këtij i mungon konteksti operacional, gjë që e bën atë një anomali. Ndërsa strehimet apo fabrikat e tjera kanë një logjik strategjike të qartë, tunelet e Rize duket se janë projektuar për një fazë që nuk u ekzekutua kurrë. Gjetja mbetet si një enigmë pa kornizë, përmbajtja e së cilës mund të deduktohet vetëm nga fragmente. Autoritetet polake janë përpjekur të ruajnë dhe studiojnë vendin me mbështetjen e institucioneve ndërkombëtare. Disa segmente janë skanuar me radar që depërton në tokë dhe metoda të tjera jo invazive. Këto inspektime kanë zbuluar dhoma ende të pahapura, korridore që shtrihen në zona të padokumentuara dhe hyrje të mundshme vertikale të mbuluara nga brenda. Topografia e vendit e vështirëson përdorimin e makinerive të rënda, gjë që detyron përparimin e ngadalshëm. Përveç kësaj, mbrojtja ligjore e vendit pengon gërmimet me qëllime tregtare ose sensacionaliste. Si pasojë, gjetja vazhdon të zhvillohet me pika. Sot, kompleksi i Rize është shndëruar në një qendër interesi historik me rrugë të giduara në disa kalime të sigurta dhe një mbulim muzeal të pjesshëm. Megjithatë, pyetjet mbeten pa përgjigje. Për çfarë u ndërtuan këto galeri? Pse u ndal puna kaq papritur? Cila pjesë mbetet ende e fshehur nën male? Ajo që filloi si një thashethem mes ushtarëve në tërheqje, është kthyer në një nga zbulimet më çorientuese të trashëgimisë nëntoksore naziste. Madhësia e sistemit, cilësia e ndërtimit të tij dhe mungesa totale e qëllimit të verifikuar
e vendosin atë në një vend unik midis gjetjeve të rajhut të tretë. Një obor I pasmi minuar me sekrete, I vullosur me beton dhe I varrosur në paqartësi. Vëdi në hije, fabrika nëntokësore e Dora Mittelbau. Në prill të vitit 1945, njësi të ushtrisë së tretë amerikane depertuan në rajonin malor të Turingjis, në zemër të Gjermanisë, dhe arritën në rrethinat e Nordhausenit. Gjatë avancimit të tyre, ata gjetën një kompleks të gjerë nëntoksor të fshehur në brendësi të masivit Konstein. Një rjet tunelesh të përdorur si qendër prodhimi aktiv I raketave F-2. Gjetja ndodhi kur trupat hynë në sistemin Mittelwerk, ku gjetën linja montimi, makineri precize, vagon me pjesë të pamontuara dhe dokumentacion teknik. Ishte një instalim I paprekur, I evakuar së fundmi, që vazhdonte të ishte funksional deri në ditët e mëparshme. Zbulimi ishte I papritur, edhe pse aleatët dinin për bombardimet me raketa F-2, ata nuk e dinin se prodhimi ishte zhvendosur nën tokë. Sistemi I tuneleve A dhe B të Konstein strehonte një infrastruktur të plot industriale. Sisteme ventilimi, platforma të lëvizshme, shina me mbetje ndryshku të freskët dhe zona montimi të dizajnuara për të prodhuar raketa balistike në kushte të sigurisë maksimale. Ajo që u gjet zbulonte një shkallë sofistikimi teknik më të lartë se ajo e vlerësuar nga inteligjenca ushtarake. Një nga aspektet më të rëndësishme ishte volumi dhe gjendja e materialit të pranishëm. Ushtarët gjetën raketat e montuara gati për t'u dërguar, platforma transporti të përgatitura dhe regjistra të detajuar me orare prodhimi dhe dërgjezash. I gjithë dokumentacioni I rikuperuar dëshmoi se kompleksi kishte ruajtur aktivitetin e tij praktikisht deri në ardhjen e trupave. Vendi nuk ishte I braktisur apo me vlerë simbolike, ai funksiononte si një qendër prodhimi aktiv në kapacitet të plot. Arkivat përfshinin plane të sistemit, lista të personelit teknik dhe komunikime me qendrën e zhvillimit të Peenemünde. Këto të dhëna konfirmuan lidhjen e drejt për drejt midis të dy instalimeve dhe tregonin se Mittelbau ishte pjesë thelbësore e programit të armatimit nazist. Mes dokumenteve u gjetën edhe referenca për planifikimin e galerive të reja, gjë që tregonte se regjimi priste të zgjeronte prodhimin nëntoksor të armëve. Kushtet e punës ishin brutale. Në seksionin e kompleksit të lidhur me kampin e përqendrimit Mittelbau Dora, trupat zbuluan prova të qarta të shfrytëzimit të detyruar, zona izolimi, mjete të improvizuara, mbetje njerëzore dhe objekte personale të burgosurve. Hetimet e mëvonshme zbuluan se mijëra të ndaluar ishin detyruar të punonin turne raskapitëse në kushte të pashëndetshme dhe pa akses bazë në ushqim apo higjien. Inxhinierët ushtarak përgjegjës për inspektimin e vendit konfirmuan se prodhimi ishte organizuar në faza. Disa galeri strehonin montimin e motorëve, zonat të tjera shërbenin si depo karburanti dhe kishte zona të dedikuara për prova cilësie dhe ruajtje të përkohshme. Saktësia e sistemit ishte e jashtëzakonshme dhe gjithçka ishte rregulluar për të funksionuar si një mekanizëm I vazhdueshëm pa kontakt me sipërfaqen. Gjetja u klasifikua si prioritare nga komanda e lartë amerikane. U organizua një operacion për të transferuar materialin e rikuperueshëm dhe për të siguruar dokumentet më të rëndësishme. Për disa javë, trena ushtarak transportuan pjesë, plane dhe makineri drejt zonave nën kontrollin aleat. Një pjesë e asaj teknologjie do të përdorej më vonë në programet ushtarake dhe hapësinore. Pas analizës teknike, u zbulua se kompleksi nuk prodhonte vetëm raketa V2. Disa laborator shfaqnin punë eksperimentale mbi karburantet e lëngëta të avancuara, stabilizator për raketa dhe sisteme udhëzimi autonome.
Niveli i zhvillimit nënkuptonte një qëllim të qartë për të zgjatur konfliktin me armatime të gjeneratës së re, të mbrojtura nga bombardimet ajrore. Në total, u vlerësua se më shumë se 2.000 raketa u prodhuan në atë kompleks midis vitit 1944 dhe vitit 1945. Edhe pse një pjesë e sistemit të tuneleve u shkatërua pas luftës, disa segmente mbetën të paprekura dhe disa u zhdëruan në hapësira të kujtesës historike. Dekada më vonë, eksplorimet arkeologjike gjetën mbetje të reja teknike që ndihmuan në rindërtimin e proceseve të prodhimit. Zbulimi i kompleksit Mittelbau nuk ishte thjesht një gjetje e materialit ushtarak, por një zbulim strategjik që ndryshoi perceptimin e kapacitetit teknologjik nazist. U bë e qartë se regjimi kishte arritur të zhvillonte një operacion industrial të fshehtë në shkallë të gjerë, të aftë për të mbajtur prodhimin e armëve komplekse në mjedise nëntoksore. Ky zbulim forcoi garën për të kapur inxhinierët përgjegjës, shumë prej të cilëve do të integroheshin në projekte hapësinore të fuqive fituese. Mittelbau simbolizon konvergjencën midis teknologjisë së avancuar dhe shfrytëzimit njerëzor në kontekstin ekstrem të luftës. Mali Konstein, që strehoi këtë qendër prodhimi, vazhdon të jetë një nga enklavat më tronditëse të përpjekjes luftarake klandestine naziste, i dokumentuar në fotografi, plane dhe dëshmi të drejt për drejta. Ishte një gjetje reale, unike dhe funksionale, një prove prekshme e shtrirjes që arriti makineria teknike e Rajhut të Tretë. Shtampimi e mastrimit. Panishtja naciste e falsifikimit e zbuluar në një kamp përqendrimi. Gjatë viteve të fundit të Rajhut të Tretë, ndërsa bombat aleate binin mbi Berlin dhe fronti lindor po shembej, thellë në kampin e përqendrimit Sachsenhausen funksiononte një nga njësitë më të pazakonta të regjimit nazist. E izoluar nga pjesa tjetër e kampit, në një kazerma të zakonshme, fshihej një punishte sekrete, ku të burgosur hebrejnë shumë të specializuar prodhonin çdo ditë mijera sterlina false. Ishte operacioni Bernhard, plani klandestin më ambicioz i falsifikimit monetar në historinë moderne, dhe një nga zbulimet më të jashtëzakonshme në fund të luftës. Operacioni filloi në një emër tjetër, Andreas, në vitin 1939. Në atë fazë fillestare, qëllimi ishte të analizohej thellësisht struktura e kartmonedhave britanike, lloji i letrës, përbërja, shenja e ujit, sistemi i numërimit, bojërat dhe teknikat e shtypjes. Rezultati ishte aq i saktës saqë, në një provë klandestine, një agent gjerman udhtoi në Zvicër me disa kartmonedha false të fshehura në bagazh. Kur u ekzaminuan nga bankat zvicerane, ato u konsideruan autentike. Ky vërtetim i dha dritën jeshile fazës tjetër, prodhimit masiv. SS-t instaluan një shtypshkronjë të plot brenda Sachsenhausenit. Në krye ishte Sturmbannführer Bernhard Krüger, një oficer i shërbimit të inteligjencës së Rajhut, i cili përzgjodhi 142 të burgosur me përvojë në tipografi, dizajn grafik, kimi dhe arte grafike. Të gjithë hebrenj, të izoluar në kushte pak më të mira se të tjerët, krevase të tjeret, krevate individuale, rroba civile dhe disa privilegje minimale. Por kërcënimi ishte i vazhdueshëm. Gabimi më i vogël, një sëmundje ose mbillja e projektit nënkuptonin një vdekje të sigurt. Që nga viti 1942, prodhimi u bë industrial. Në turne të vazhdueshme, të burgosurit shtypnin kartmonedha britanike me një cilësi aq të lartë, saqë edhe vetë bankat në Londër nuk mund t'i dallonin ato. Shifra totale e prodhuar arriti në më shumë se 134 milion sterlina, ekuivalent me miliarda të tanishme. Qëllimi fillestar ishte t'i lëshonin me parashut mbi territorin britanik, duke gjeneruar inflacion dhe destabilizim ekonomik. Edhe pse kjo fazë nuk u ekzekutua kurrë, parat u përdorën nga inteligjenca gjermane për të blerë materiale strategjike dhe për të financuar operacione jashtë vendit. Gjëja më e pazakontë ishte se gjithë kjo ndodhte brenda një kampi përqendrimi, nën masa të rrepta sekreti.
Asnjë burgosur tjetër nuk dinte për ekzistencën e punishtes. SS-t fshehnin kartmonedat në kuti të vullosura, të cilat më pas transferoheshin jashtë kampit drejt zyrave të inteligjencës naziste në Itali dhe Austri. Gjetja ndodhi në muajt e fundit të luftës. Ndërsa trupat aleate përparonin në Gjermani, komanda e Sachsenhausenit evakuoi falsifikatorët së pari në Mauthausen dhe më pas në një kamp të vogël nëntoksor në Redl-Zipf, ku qëllimi ishte rifillimi i shtypjes, këtë herë i dolarëve amerikan. Arritën të shtypnin vetëm njerë në anë të kartmonedhave të $100, para se operacioni të ndërpritej. Të burgosurit e dinin se do të ekzekutoheshin në fund të luftës. Plani ishte t'i shfarosnin të gjithë për të fshirë çdo gjurmë. Megjithatë, gjatë fazës së fundit të transferimit në Ebenze, kamioni u prish dhe grupi duhej të arrinte në këmbë. Gjatë kësaj periude, 2 grupet e para u liruan nga trupat amerikane, gjë që shpëtoi edhe pjesën tjetër. Asnjë nga falsifikatorët nuk vdiq. Dekada më vonë, zhytësit gjetën në fund të liçenit Toplitz, pran Ebenze, mijëra kartmonedha false të paprekura. Me sa duket, SS-t kishin provuar të shpëtonin nga tepricat duke parë dorëzimin të pashmangshëm. Zbulimi konfirmoi madhësinë e operacionit dhe nxori në pah fiksimin nazist për të shkatëruar armiqtë e tyre përmes metodave aq simbolike sa edhe efikase. Historia u konfirmua nga njëri prej të burgosurve të mbijetuar, Adolf Burger, i cili publikoi kujtime të detajuara në disa gjuhë. Gjithashtu, ishte teme e hetimeve zyrtare të Bankës së Anglisë, e cila u detyrua të tërhiqte të gjitha kartmonedhat me prerje të lartë për dekada. Edhe sot, disa ekzemplar vazhdojnë të shfaqen në koleksione private ose transaksione të dyshimta, gjë që dëshmon cilësinë e mashtrimit. Gjetja e punishtes në Sachsenhausen dhe më pas mbetjet e kartmonedhave në Toplitz zbuluan një faqe të papritur të makinerisë naziste. Ata nuk u përkushtuan vetëm shfarosjes, pushtimit dhe plaçkitjes, por zhvilluan operacione të sofistikuara të manipulimit financiar nga vendet më të pamundura. Ajo që dukej si një kazerma e thjesht më shumë mes baltës dhe telave me xhemba të kampit, ishte në të vërtet një fabrik klandestine e parave false, e operuar me një saktësi pothuajse kirurgjikale nga viktima të njëjtit sistem që i dënonte. Sot, në muzeun e kampit të Sachsenhausenit, ruhet një nga kartmonedhat false të rikuperuara. Letra është identike me origjinalen, boja vetëm pak e ndryshme, numërimi krejtësisht logjik. Ky fragment i heshtur letre sintetizon një operacion monumental që kaloi pa u vënë re për vite me radhë, por gjithashtu përmbledh nivelin e sofistikimit me të cilin nazistët u përpoqën të minonin armikun pa shkrepur asnjë plumb. Ngarkesa e Helmuar e U-864. Gjatë fasave përfundimtare të luftës së dytë botërore, ndërsa fronti europian po shembej, Rajhu i tret ende mbështetej në aleanca strategjike jashtë kontinentit. Një nga misionet më konfidenciale u pagazua si Operacioni Cezari. Qëllimi i tij të transportonte teknologji të avancuar dhe materiale strategjike nga Gjermania në Japoni, aleatin e saj të fundit funksional nazi. Për të përmbushur këtë detyrë, në ndërtesës U-864 i u dha detyra e rrezikshme për të kaluar Atlantikun deri në paqësor, e ngarkuar me një ngarkesë misterioze që, dekada më vonë, do të shkaktonte alarm ndërkombëtar. U-864 ishte një nëndetse e tipit IXD-2, e modifikuar për transport special. Ajo u pajis me ndarje shtesë dhe mburoja të përforcuara për të përballuar udhëtime të gjata. Në dhjetor të vitit 1944, ajo u nis nga porti norvegjez i Kielit drejt Japonisë, duke transportuar afërsisht 65 ton metrik merkur të lëngshëm
të ruajtur në më shumë se 1800 kontenier metalik. Përveç Merkurit, ajo transportonte plane teknike, komponent raketash dhe motor avionesh gjerman, si dhe 2 inxhinier nazist të specializuar në lëvizjen me reakcion. Udhëtimi i U-864 nuk u përfundua kur. Më 7 shkurt të vitit 1945, forball brigjeve të Fedje, Norvegji, nëndetësia u lokalizua dhe u torpedua nga HMS Venturer, një nëndetëse britanike që kishte marrë informacion paraprak mbi itinerarin e saj. Ishte një rast unik, e vetmja here dokumentuar në të cilën një nëndetëse e zhytur arriti të fundoste një tjetër gjithashtu të zhytur gjatë luftës. U-864 u nda në 2 pjesë dhe u fundos në më shumë se 150 metra thellësi, duke u zhdukur me të gjithë ekuipazhin e saj dhe të gjithë përmbajtjen. Për dekada, vendodhja e saj e sakt mbeti e panjohur. Megjithatë, në fillim të shekullit 21, qeveria norvegjeze nisi një hetim pasi zbuloi nivele anormale të merkurit në sedimentet detare pranë ishullit Fedje. Në vitin 2003, një ekip eksplorimi detar përdori teknologjinë e sonarve dhe automjete në ujore pa pilot për të inspektuar zonën. Ishte atëherë kur u konfirmua gjetja. Mbetjet e U-864 ishin tyer në shtratin e detit, me qindra cilindra merkuri ende të dukshëm dhe disa që tashmë filtronin përmbajtje toksike në mjedis. Lajgjmi shkaktoi një alarm të menjëhershëm mjedisor. Merkuri i lëngshëm, shumë ndotës, përfaqësonte një kërcënim të drejtë për ekosistemin detar dhe populatat e peshkut në rajon. Pavarësisht se ishin të vullosura, shumë prej enëve ishin gërryer me kalimin e kohës. Autoritetet norvegjeze thirrën ekspert në toksikologjinë detare, arkeologjinë në ujore dhe inxhinierin mjedisore për të vlerësuar rreziqet dhe për të planifikuar një ndërhyrje. Dilema ishte komplekse. Tëtise, çdo përpjekje për të nxjerrë cilindrat ose për të lëvizur mbetjet e nëndetëses mund të përshpejtonte filtrimin e merkurit. Nga ana tjetër, lënia e tyre në fundin e detit nënkuptonte një kërcënim latent që mund të përkeqësohej me kalimin e viteve. U debatuan 2 alternativa kryesore: vullosja e mbetjeve të nëndetëses në një shtres sedimentesh artificiale ose një përpjekje për nxjerrjen e plot të materialeve toksike. Rasti mori vëmendje ndërkombëtare kur u filtruan dokumente historike që konfirmonin se ngarkesa përmbante merkur së bashku me plane konfidenciale të armëve eksperimentale gjermane, duke përfshirë zhvillime në motorët reaktiv dhe koka raketash të drejtuara. U-864 nuk përfaqësonte vetëm një vend grumbullimi toksik. Ajo funksiononte gjithashtu si një kapsule paprekur e programit teknologjik ushtarak nazist, e zhytur në thellësi për më shumë se gjysmë shekulli. Operacioni i vullosjes filloi në vitin 2018 me një buxhet multimilionësh dhe në mbikëqyrjen e drejt për drejt të Ministrisë së Mjedisit të Norvegjisë. U ndërtua një kamban izolimi në ujore, që mbulloi plotësisht trupin e ndarë të nëndetëses dhe cilindrat e shpërndar. U përdorën më shumë se 100.000 ton gur të grimcuar dhe zavor detar për të krijuar një varr të vullosur mbi rënojat. Zona u shpall me akses të kufizuar, e monitoruar përgjithmonë nga sensor filtrimi dhe dron ujor. Megjithatë, implikimet gjeopolitike të gjetjes nuk kaluan pa u vënë re. Japonia, duke qenë marrësi i supozuar i materialit, njohu zyrtarisht ekzistencën e kontakteve sekrete me Berlinin gjatë luftës, megjithse mohoi të dinte operacionin e saktë. Komuniteti shkencor shprehu shqetësim për efektet afatgjata të metaleve të rënda të grumbulluara në fundin e detit, veçanërisht në speciet migratore. Paralelisht, ekipe historianësh dhe arkivistësh ju përkushtuan në rindërtimit të historisë së U-864.
Përmes letrave ushtarake, ditareve të pjesshëm dhe dëshmive të oficerve të Kriegsmarine, u zbulua se nëndetësja u konsiderua si një nga projektet prioritare të admiralitetit gjerman në muajt e fundit të luftës. Dokumentet zbuluan se ekzistonin plane për të ndërtuar më shumë anije binjake të destinuara për të transportuar teknologjin gjermane në përbot, si mjeti i fundit i Rajhut përballë rrethimit aleat. Analizat e vendit gjithashtu lexuan identifikimin e fragmenteve të instrumenteve të navigimit, pjesëve të radios të koduar dhe mbetjeve të makinerive të lëvizjes. Disa nga cilindrat e merkurit të rikuperuar pjesërisht u ruajtën në instalime të specializuara për studimin dhe trajtimin e tyre. Gjendja e tyre e ruajtjes ofroi informacion thelbësor mbi teknikat e ruajtjes kimike të përdorura nga Rajhu i Tretë. Nga një perspektivë historike, gjetja e U-864 konfirmoi madhësinë e rrjeteve logjistike naziste, shtrirjen e tyre transkontinentale dhe vullnetin e tyre për të mbajtur luftën përmes aleancave dhe tregtisë së fshehtë. Gjithashtu dëshmoi lidhjet e bashkëpunimit teknologjik midis Berlinit dhe Tokios, eve kur lufta ishte pothuajse e humbur. Aktualisht, vendi i gjetjes mbetet i mbyllur për publikun, megjithse janë prodhuar disa dokumentar mbi temen. Një muze i vogël në Fedje ruan një kopje të nëndetëses dhe pjesë të shpëtuara nga fundi i detit. Në tërësi, epizodi i U-864 konsiderohet si një nga zbulimet më shqetësuese të lidhura me trashëgimin e fshehur të nazizmit, për shkak të kombinimit të elementeve luftarake, shkencore dhe mjedisore në të njëjtin vend. Nëndetësja vazhdon të jetë atje, e varrosur nën tonelata shkëmbinjsh, si kapsule një lufte që pothuajse arriti kufijtë e planetit. Historia e saj, e shpëtuar nga zhytësit, sensorët dhe arkivat e deklasifikuara, lejon të kuptohet deri në çfarë mase Rajhu kërkoi të mbijetonte, duke eksportuar njohuritë e tij luftarake, edhe ndërsa qytetet e tij po reduktoheshin në gërmadha. Ajo që mbeti e blokuar në ujërat norvegjeze nuk ishte vetëm një ngarkesë toksike, por fryma e fundit e një regjimi që nuk pranonte dorëzimin. Svastika e fshehur që u shfaq në një fushë lojrash. Në distriktin e Billstetit, në lindje të Hamburgut, punimet e zgjerimit të një fushë sportive nxorën në dritë një relike të papritur të së kaluarës. Qëllimi fillestar ishte rinovimi i instalimeve të klubit lokal dhe hapja e domave të zhveshjes pranë fushës së lojës. Por gjatë heqjes së tokës me makineri të rënd, punëtorët ndeshën në një strukturë betoni që detyroi ndërprerjen e menjëhershme të punimeve. Nuk ishte një tubacion apo një themel i zakonshëm, ishte një bazament masiv në formën e një svastike. Bloku ishte varrosur rreth 40 cm thellësi dhe maste afërsisht 4 metra për çdo anë. Forma e tij ishte e qartë. Çdo krah i simbolit dilte nga një bazë qendrore në mënyrë perfekte simetrike. Materiali ishte beton i armuar dhe kishte buzë të përcaktuara mirë, sikur të ishte formuar për të ruajtur formën me saktësi. Ndërsa punëtorët hiqnin më shumë tokë, u bë e qartë se nuk ishte një rastësi strukturore apo thjesht një planerse vjetër. Përgjegjësitë e projektit njoftuan administratën e distriktit. Pak më vonë, përfaqësues të zyrës për mbrojtjen e trashëgimisë historike erdhën në vend për të vlerësuar gjetjen. Në inspektimet e tyre të para, ata përcaktuan se ajo pëlltak ishte pjesë e bazamentit të një monumenti të periudhës naziste. Sipas ish antarëve të klubit sportiv Billstedt Horn, në të njëjtin vend kishte ekzistuar një strukturë përkujtimore gjatë Rajhut të Tretë, ndoshta e shembur pas përfundimit të luftës. Për dekada, zona funksionoi si fushë sportive pa incidente. Me kalimin e kohës, bimësia dhe toka mbuluan plotësisht mbetjet e bazamentit, i cili mbeti i fshehur në mbarin ku qindra ndeshje u zhvilluan pa e ditur se çfarë kishte poshtë. Vetëm me heqjen e tokës me makineri të thellë, u bë e mundur të zbulohej ekzistenca e strukturës.
Problemi teknik u shfaq pothuajse me njëherë. Baza e betonit ishte shumë e madhe dhe e rëndë për t'u hequr me mjetet në dispozicion në punë. Eskavatori i përdorur në vend nuk kishte kapacitetin për ta ngritur atë pa rrezik thyerje strukturore ose aksident pune. Përballë kësaj situate, autoritetet lokale zgjodhen një zgjidhje praktike. Të thyenin bllokun me çekiç pneumatik dhe ta nxirrnin në segmente më të vogla. Vendimi nuk vonoi të gjeneronte komente në komunitet. Edhe pse nuk ishte një monument i dukshëm, fakti që zvastika kishte qenë atje për dekada, pa u zbuluar, zgjoi interesin e mediave dhe të publikut. Disa banor kujtonin turbult histori të transmetuara nga brezat më të vjetër, të lidhura me ekzistencën e simboleve të regjimit në atë zonë gjatë luftës. Por askush nuk e kishte imagjinuar se simboli kryesor i aparatit nazist vazhdonte të ishte varrosur në një hapësirë rekreative. Raportet e shtypit e identifikuan qetjen si një mbetje të kultit arkitekturor të Rajhut të Tretë. Autoritetet nuk gjetën bishkrime apo pllaka të ngjitura në blok, gjë që konfirmoi se ishte vetëm mbështetja e një skulpture ose simboli më të madh që u çmontua. Pavarësisht madhësisë së saj, zvastika e betonit ishte vetëm një bazë strukturore, jo një objekt me vlera artistike ose historike të ruajtshme. Për këtë arsye, u autorizua shkatërimi dhe eliminimi i saj pa pasur nevojë për procese restaurimi apo konservimi. Konteksti urban në të cilin u shfaq gjithashtu rezultoi i rëndësishëm. Hamburgu ishte një nga qytetet më të goditura nga bombardimet aleate dhe shumë nga simbolet e tij naziste u shkatëruan ose u hoqën sistematikisht pas luftës. Megjithatë, duke qenë një element i varrosur në një lagje periferike, bloku kaloi pa u vënë re. Hartat urbane nuk regjistronin struktura nëntokësore në atë pikë, gjë që forcon hipotezën se monumenti u çmontua me nxitim pas luftës, duke lënë të fshehur vetëm bazamentin e tij. Nga pikpamja simbolike, gjetja ofroi një imazh të fuqishëm. Në një fushë të përdorur nga të rinjt sportistë për dekada, gjendej një nga ikonat më të njohura të terrorit shtetëror të shekullit 20. Kontrasti midis funksionit aktual të hapësirës dhe të kaluarës së saj të fshehur shkaktoi reagjime të ndryshme. Disa konsideruan se gjëja e duhur ishte eliminimi i plot i çdo gjurme, ndërsa të tjerët mbronin dokumentimin më të thellë të historisë së vendit para se të shpëtonin nga mbetjet. Ekspertët që shqyrtuan bllokun konstatuan se ndërtimi i tij ndiqte modele tipike të Rajhut të Tretë, dimensione të standardizuara, simetri të saktë dhe përdorim të betonit të armuar me densitet të lartë. Edhe pse simboli ishte shkatëruar në sipërfaqe, bazamenti mbeti i paprekur si dëshmi nëntokësore e qëndrueshmërisë së elementeve të caktuara ideologjike, edhe në hapësira që sot simbolizojnë të kundërtën, sportin, komunitetin dhe jetën e përditshme. Pas heqjes së tij, nuk u instalua asnjë plag dhe nuk u la asnjë dëshmi e dukshme e gjetjes në vend. Fusha u restaurua dhe punimet e zgjerimit vazhduan siç ishte planifikuar. Megjithatë, dokumentacioni i ngjarjes u regjistrua nga mediat lokale, agjencitë ndërkombëtare dhe arkivat digjitale. Fotografitë ajrore tregonin qartë formën e simbolit para shkatërimit të tij, gjë që e ktheu gjetjen në një referencë të menjëhershme në diskutimet mbi gjurmët materiale të nazizmit në jetën bashkëkohore. Rasti gjithashtu rigjallëroi debatin mbi mënyrën se si duhet menaxhuar trashëgimia arkitekturore e Rajhut të Tretë. Ndërsa disa ndërtesa janë kthyer në muzeume ose qendra dokumentacioni, të tjerat janë shkatërruar ose fshirë nga hapësira urbane pa lënë gjurmë. Vija ndërmjet kujtesës historike dhe glorifikimit simbolik vazhdon të jetë objekt diskutimi, veçanërisht kur mbetjet shfaqen në hapësira publike të destinuara për funksione qytetare. Strehimi nazisti zbulua në një shtëpi në Guernsey. Në famulin e Torteval, në perëndim të ishullit Guernsey, një çift zbuloi diçka të papritur në kopshtin e shtëpisë së tyre.
Sean dhe Caroline Tullier, banor vendas, kishin dëgjuar thashetëheme të vjetra se prona e tyre, e vendosur në një kodër që shikon nga deti, fshihte sekrete të pushtimit gjerman gjatë luftës së dytë botërore. Në vitin 2016, gjatë punimeve për shtrimin e rrugës hyrëse të shtëpisë së tyre, toka u lëshua lehtë dhe zbuloi një strukturë betoni të mbuluar me dhe shkurre. Pas inspektimeve paraprake dhe disa gërmimeve me makineri të lehtë, u hap një hyrje që çonte në një korridor të ngushtë dhe 2 dhoma nëntoksore. Muret, të veshura me beton të armuar, ishin njollosur nga lagështia, por ruanin mbi shkrime qartësisht të dukshme në gjermanisht. Njëra prej tyre thoshte: Achtung, Feind hört mit. Kujdes, armiku dëgjon. Një frazë tipike e aparatit të vëzhgjimit nazist. Streshimi kishte mbetur i mbyllur që nda vitet 60 kur u mbullua pas shitjes së tokës. Domat e bunkerit, rreth 4 metra për çdo anë, kishin dysheme me plistaka origjinale dhe një çati të vogël të sipërme për aratisje. Njëra nga dhomat kishte një pikë zjarri, e njohur si rifle point, një hapje maskuar nga sipërfaqja. Brenda kishte mbetje shishe shçëllçi, kanaçe konservash dhe fragmente metalike të gërriera, të gjitha të datuara midis vitit 1943 dhe 1945. Arkeologët përcaktuan se ishte një pikë vëzhgimi dhe mbrojtjeje, e ndërtuar nga ushtria gjermane si pjesë e sistemit të fortifikimeve bregdetare të murit atlantik. Guernsey, së bashku me Jerseyn dhe ishujt e tjerë të kanalit anglez, u pushtuan nga Gjermania midis vitit 1940 dhe 1945. Ishte i vetmi territor britanik nën kontrollin nazist. Hitleri urdhëroi fortifikimin e këtyre ishujve sikur të ishin pjesë e kontinentit evropian dhe u ndërtuan qindra bunker, tunele dhe bateri bregdetare. Rajoni i Torteval, për shkak të pozicionit të tij të lartë dhe dukshmërisë strategjike, strehoi disa vendodhje ushtarake. Gjetja e Tullierëve nuk shfaqej në hartat zyrtare të pasluftës, gjë që tregonte se ishte një strukturë dytësore ose e fshehur qëllimisht. Torteval ishte një zonë e fortifikuar dendur gjatë pushtimit gjerman. Strehimi i gjetur në afërsitë të tij përkon në dizajn dhe vendodhje me struktura të tjera të destinuara për vëzhgues dhe radiooperator. Për masat e tij të reduktuara, mungesa e ventilimit e detyruar dhe një sistem aratisjeje i thjesht, tregojnë se ishte i përgatitur për qëndrime të shkurtra dhe fshehje të përkohshme. Nuk u gjeten arma apo gjurmë uniformash, por një strukturë metalike e thyer që do të kishte mbajtur pajisje komunikimi. I gjithë kompleksi ishte gjysmë i varrosur, pa shenja të dukshme të jashtme. Hetimi përcaktoi se strehimi ishte vullosur qëllimisht pas tërheqjes gjermane. Disa blogje cimentoje pranë hyrjes ishin vendosur në mënyrë sistematike dhe u zbuluan mbetje gjelçereje të aplikuar për të fshirë konturin e dukshëm të çatisë. Ky lloj fshehjeje i përgjigjej një praktike të shpesht në fazat e fundit të konfliktit, kur njësitë gjermane çmontonin ose mbullonin pozicionet strategjike përballë avancimit të forcave aleate. Ajo që mbeti ishte një kapsulë betonie ngulitur në peizazh, e ngarkuar me funksion dhe heshtje. Gjetja ngjalli interes në mediat lokale dhe midis historianëve të pushtimit. Ndryshe nga vendet e tjera të militarizuara që u hapën për publikun si pjesë e qarkut turistik, ky strehim kishte mbetur i paprekur dhe i harruar për më shumë se 70 vjet. Gjendja e tij e ruajtjes, prania e mbishkrimeve origjinale dhe karakteri i tij shtëpiak e bën atë një rast të jashtëzakonshëm. Fakti që ndodhej në një shtëpi familjare forcoi imazhin e një lufte të varrosur pikërisht nën sipërfaqen e jetës së përditshme. Autoritetet ishullore pas inspektimit të sigurisë lejuan studimin arkeologjik të vendit për disa javë.
Strezhimi u dokumentua, u fotografua dhe u skanua pjesërisht në 3D. Disa objekte si shishet dhe fragmentet metalike u dërguan në Muzeun Ushtarak të Guernsey për konservim. Çifti vendosi të mbajë hyrjen të vullosur pas studimit, megjithse me mundësi restaurimi në të ardhmen. Ky rast zbuloi se si edhe në zona të dokumentuara dendur si Guernsey, mund të ekzistojnë gjurmë të paregjistruara të pushtimit nazist. Shumë bunkër u shkatëruan, u mbulluan ose u ripërdorën si depo ose strezhime bujësore. Por të tjerë mbetën të harruar nën kopshte, kasolle ose prona private. Shfaqja e këtij strezhimi në Torteval konfirmoi hipotezën e historianëve që dyshonin për një rrjet dytësor strezhimesh më të vogla, të pasqyruara në hartat zyrtare për arsye taktike ose për shkak se ishin ndërtuar pa autorizim formal. Edhe pse pa vlerë ushtarake aktuale, strezhimi ofron informacion mbi zakonitor mbrojtëse të pushtuesit dhe marrëdhënien e tij me mjedisin civil. Fraza gjermane e shkruar në mur pasqyron klimën e vëzhgjimit dhe paranojes që përshkonte edhe pikat periferike të pushtimit. Organizimi i hapësirave, zgjedhja e materialeve dhe vendosja e pikës së zjarrit zbuloi një logjik mbrojtëse obsesive, edhe në strezhimet me fushë të reduktuar. Sot, vendi mbetet i fshehur nën tokë, pa sinjalistik të jashtme. Për ekspertët që hynë në të, ai përbën një kujtesë të prekshme se si lufta u ngulit në peizazhin e përditshëm, larg heroizmit apo tragjedisë masive, përmes qëndrueshmërisë së betonit të armuar, shenjave të vëzhgjimit dhe hapësirave të ngushta të dizajnuara për të rezistuar një momenti kolapsi. Bunkeri i Tortevalit nuk tregonte një betejë të madhe, por fliste për frikën e strukturuar, kontrolin e heshtur dhe pritjen nëntoksore përballë një armiku që mund të arrinte në çdo moment. Arkivi Kröger. Dokumente naziste të fshehura në një fermë. Në një fshat të largët në jug të Bavarisë, ku rrugët e dheut ndajnë fusha kullotash dhe stalla të vjetra, një fermer goditi diçka metalike ndërsa gërmonte me një lopatë. Ai mendoi se ishte një pjesë e vjetër e sistemit të ujitjes, por duke hequr tokën, zbuloi një kuti drejt këndëshe të mbuluar me shtresa bezeje dhe lëkurë të trajtuar. Brenda kishte një koleksion të përpikt dokumentesh zyrtare të Rajhut të tretë, lista, harta, vula, leje, udhëzime rajonale dhe letra administrative të vullosura. Zbulimi ndodhi në vitin 1986, por analiza e plot zgjati vite. Kutia ishte varosur me saktësi, sikur përmbajtja e saj të duhej të mbijetonte e paprekur kalimin e kohës. Në vend të emrave të njohur ose referencave të betejave, dokumentet detajonin regjistrime lokale, riorganizim të distrikteve, kontroll të furnizimeve bujtësore, lista të zyrtarëve dhe mekanizma të menaxhimit territorial. Aty shfaqeshin vula të organizmave pak të njohur, si zyra e riordinimit rajonal të Juglindjes dhe dokumente që projektonin ndryshime strukturore në administrimin e Gjermanisë Jugore deri në vitin 1950. Ishin pjesë aktive brenda një logjike burokratike që synonte të shtrihej përtej fundit të luftës. Një nga formularët e transportit përfshinte emrin e Wilhelm Kröger, një zyrtar i mesëm i aparatit të planifikimit territorial. Regjistrat historik tregojnë se ai u zhduk në prill të vitit 1945, pikërisht kur forcat aleate po avanconin drejt Bavarisë. Supozohet se ai veti ka transferuar dokumentet nga zyra e tij në atë fermë, duke i fshehur me qëllimin që të ishin të dobishme më vonë. Nuk ka asnjë dëshmi që ai të jetë kthyer apo që dikush tjetër të ketë ditur për ekzistencën e arkivit. Materiali ishte organizuar në mënyrë sistematike, me indekse të brendshme, kategori sipas distriktit dhe data të vlefshmërisë. Disa ekspert në historinë administrative pranë dakord se kompleksi ishte konceptuar për të përmbushur një funksion specifik. Ishte një arkiv operativ, i dizajnuar për të lehtësuar riaktivizimin e një qeverie lokale ose rajonale në rast se ndodhte një rend i ri.
Midis letrave kishte kopje me letër karboni, leje të vlefshme, tabela të zbrasta, vula të thata dhe formular ende të paplotësuar. Ishte një pajisje teknike e përgatitur për të përdorur menjëherë, nëse rrethanat e lejonin. Ngjë e hartë, e shkruar me dorë, përfshinte shënime mbi pika të tjera rurale, ku me sa duket ishin ruajtur materiale të ngjashme: vula, karburant, formular dhe lista të personelit. Nuk është gjetur asnjë dëshmi që këto vende të tjera të jenë zbuluar. Kjo hartë, së bashku me listat e mësuesve, veterinerëve dhe punonjësve publik të klasifikuar sipas niveleve të besueshmërisë ideologjike, zbulonte një përpjekje konkrete për të ruajtur një rrjet minimal të kontrollit territorial. Ishte një bazë e qeverisjes civile klandestine. Gjithashtu u gjetën letra të shkruara me makinë pa dërgues, me referenca për idenë e ruajtjes së formës së rendit, edhe nëse struktura e tij e dukshme shembej. Fraza si "nëse materiali fragmentohet, forma pret" sugjerojnë një mentalitet burokratik që operonte përtej fitores apo humbjes. Këto shënime, megjithse jo personale, kishin një ton të llogaritur, teknik, të ftohtë. Gjuha transmetonte menaxhim, kontroll, arkivim, vazhdimsi. Instituti i Historisë Bashkohore të Munihut përfundimisht pati akses në dokumente pas tejkalimit të disa kufizimeve ligjore. Vlerësimi i tyre konfirmoi se shumë nga letrat ishin versione funksionale të formateve zyrtare të NSDAP-s, disa të përditësuara ditë para kolapsit përfundimtar. Vulat ishin autentike, letra e stampuar ishte e provimit zyrtar, dhe disa nga formatet përkonin me ato të përdorura në zyrat rajonale në Frankoni dhe Palatinatin e Epërm. Gjithçka tregonte se ishte një përpjekje teknike për të ruajtur një qelizë administrative përballë kolapsit të regjimit qendror. Një nga seksionet më zbuluese të gjetjes ishte një listë e zyrtarëve të kualifikuar sipas nivelit të tyre të besnikërisë. Emrat shoqëroheshin nga kode alfanumerike që tregonin shkallën e angazhimit ideologjik, disponueshmërinë e transferimit dhe lidhjet familjare të dobishme. Logjika e listës i përgjigjej një planifikimi operativ, të dinin se kujt t'i drejtoheshin nëse riaktivizohej një administrat minimale shërbimesh. Kjo përfshinte punonjës postash, famulitar, përgjegjës stacionesh rurale dhe shpërdarës makinerish. Gjatë rishikimit, studiuesit gjetën një grup dokumentesh të titulluar "Cikli i rishpërdarjes së të mirave rurale", i cili përfshinte rregulla të brendshme për transferimin e makinerive midis fermave, kontrollin e të korrave dhe udhëzime mbi pagesat në natyrë. Gjithashtu shfaqeshin regjistrime të pronave të shpronsuara dhe plane për ndarjen e tokave me vlerë strategjike. Kjo pjesë e arkivit tregonte një administrat që vazhdonte të funksiononte edhe në fazën e saj përfundimtare, duke hartuar masa kontrolli dhe caktimi sikur lufta të ndërpriste planifikimin e saj. Vendi i gjetjes. Një ish ferme e marrë me qira gjatë konfliktit nga një teknik i lidhur me Ministrinë e Brendshme naziste, u përdor për vite si depo bujqësore. Struktura ku ndodhej kutja ishte ripërdorur pas luftës si depo plehu, gjë që shpjegon se si ajo mbetje pa prekur pa u zbuluar për dekada. Vetëm kur toka u hoq plotësisht qatë punëve të pastrimit u zbulua fshehtësia. Kutja u dërgua më vonë në arkivin rajonal të Bavaris dhe u katalogua si koleksioni Kröger. Edhe pse emri i zyrtarit mezi figuronte në dokumente, përfshirja e tij lejoi grupimin dhe ruajtjen e kompleksit në një emërtim specifik. Ishte para së gjithash një pajisje administrative, një shembull se si pushteti riprodhohej nga rendi dokumentar. Veçantia e rastit qëndron në përmbajtjen dhe formatin e tij. Ndërsa shumë gjetje të tjera të lidhura me Rajhun e Tretë rrotullohen rreth armëve, simboleve ose mbetjeve arkitekturore, kjo kuti përfaqëson skeletin e padukshëm të sistemit. Qëllimi ishte të mbahej gjallë një rrjet kontrolli territorial, gati për të rishfaqur nëse shfaqej rasti.
Specialistët theksojnë se këto gjetje dokumentare, megjithse më pak spektakolare vizualisht, janë më zbuluese për të kuptuar logjikën e nazizmit të vonë. Makineria e kontrolit varej nga letra, arkivimi dhe klasifikimi. Eve në fundin e tij më kaotik, regjimi u përpoq të ruante parimin e rendit formal. Ky arkiv është një provë e prekshme e kësaj përpjekjeje. Sot, dokumentet prehen në një vitrin pa dekor special. Nuk ka flamuj apo objekte ceremoniale. Vetëm letra, vula, harta dhe formular. Ajo që dikur ishte një mekanizëm i përgatitur për të kthyer në rrotullim mbetet i palevishëm, por vetë ekzistenca e tij dëshmon se kishte nga ata që mendonin se letra mund të pristen në tokë, duke pritur kushte për t'u lehtësuar përsëri. Çdo gjetje dëshmon se nazizmi e shtriu pushtetin e tij përtej betejave, duke fshehur armë, simbole dhe dokumente në strehime dhe arka. Këto mbetje të varrosura dëshmojnë një strategji qëndrueshmëre që i mbijetoi kolapsit të regjimit. Duke dalë në dritë, ato kujtojnë se lufta la plagë që ende shfaqen nga nën toka dhe se kujtesa mund të rinjallet në çdo cep të papritur.